Më 4 maj 2026 u raportua shpërtimi një virusi ngjitës në anën tjetër të botës. Ju kujton që kjo? Shpërtimi antavirusit të Andeve në një kroqëherë në Kepin e Gjelbër ka ngritur alarm te një publik ende i traumatizuar nga pandemia COVID-19. Megjithatë, ne në faktoje, pësimet të pandemisë duam t'i kthejmë në mësime. Kështu, megjithëse mund të shohim në lajme tituj alarmant mbi një tjetër pandemi, duhet kemi parasysh se OBSH-ja për momentin vlerëson se rreziku për një pandemi antavirusi është i ulët. This disease is not COVID. Kjo, sepse ndryshe nga COVID-19, antavirusi Andeve nuk përhapet lehtë mes njerëzve. Ai zakonisht transmetohet nga britësit tek njerëzit, kurse për të kaluar nga një person te tjetri, duhet kontakt i ngushtë dhe i zgjatur. Lajmi i mirë veçanërisht për kontinentin ton është dhe që britësit që normalisht e bartin antavirusin nuk jetojnë në Europë. Ku ka panik për shëndetin, ka dhe mundësi për bërë para. Kështu, nëse dikush pretendon se ivermektina, vajguri, rakia apo çfarëdo gjë tjetër mbron nga hantavirusi, kujdes. Keni parasysh se nuk ka vaksinat miratuara ose kurat njora për hantavirusin e anteve deri më tani. Dhe kur të dëgjoni se si kjo është plandemia e radhës e shpikur rishtasi nga ata për të kontrolluar popullatën, mbani mend se ndryshe nga varianti COVID-19, ky shpërtim nuk është hera e parë që njerëzimi has hantavirusin e andeve. Ky është një virus që ne e njohim shumë gjatë. Ai është zbuluar në Argjentinë që në 1995. Një shpërtim i virusit në 2018 në Patagoni la 11 të vdekur, ndërsa Ministria e Argjentinës së Shëndetit ka regjistruar 101 infektime vetëm që nga qershori 2025. Kështu që kujdes, dini para këtij informimit, duke qëndruar skeptik.